Rubrika Rëfim për mbrëmjen e sonte ka të bëjë me një zonjë me talent të padiskutueshëm, ku pasioni flaka blakaj është bërë dhe profesion. Në vazhdim, ajo në Zoomit ja ka hap derën e banesës, e ka folë më shumë për projektet e saj në vazhdimsi, për planet për të ardhmen dhe për punimet e dorës që diti shkëlqej mas mire. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Zgjedh Dent EOS për një buzëqeshje që ndriçon. Unë e bëra zgjidhjen time e jam duke ndryshuar sigurisht me shërbimet që mora në Dent EOS. Punimet handmade janë me të vërtet unike. Handmade do të thotë gjërat bëra me dorë, pra pa përdorimin e makinave industriale ose prodhim masiv. Këto punime të bukura një person i përdor aftësitë e veta për t'i krijuar. Shpeshherë duke i dhënë një prekje personale. E këtë tash sa vite bën më smire Flaka Blakaj, e cila hapi derën për stafin e në Zoom për të treguar më shumë rreth pasionit të saj. Ju falenderoj shumë që keni ardhur, që keni gjetë kohë me ardhur emisioni në Zoom, një emision që kohëgja i preferum edhe se cili prej neve kish pas qef me konë pak për një pjesë që atë. Albina, seriozisht përshëndes shumë edhe të falenderoj që ke ardhur në shtëpinë time, në vendin ku unë punoj. Për ndryshe, unë jam Flaka. Punoj me këtë zanat që tash e sa kohë. Jam bo nështë një 7-8 vjetë që unë e mirëna her pas here, shkaku që kam edhe angazhime tjera, po nuk e lo asnjëherë anash se më flen, qetësona, e du, edhe munona që atë artin te me shpërnda, edhe pse jo, mu bo pak më e madhe.
Ajo më tutje tha se kontakti i parë me këtë fillimisht ishte në fëmijëri, ku thekson se në çanta dhe ambiente të shtëpisë e në veshje çdo gjë ka qenë dalluar. Kam punu me një brand francez, aty pjesë tyne ka qenë edhe aksesort. Aty e kom po që po muj me kriju edhe diçka temën, pse jo, se edhe pse kanë qenë shumë të bukra, aty e gjesha veten të i regullu, të i modifiku, puna që gjithmonë mu kanë dhimë më shku, kështu që aty i kom marrë hapat e parë, kom vendos me hap një faqe si çdo i ri në Instagram, aty i kom postu të gjitha punimet e mia, ma shumë kom fillu me rruza, qafore, vath, ma të thjeshta, se ka qenë pak probleme edhe me siguru mjetet, me siguru rruzat, se gjithë shka kom bo vetë. Por nëse flasim për përkrajen, sigurisht që e ka maksimale nga ana e familjes, të cilët janë të mirë kuptueshëm duke marrë parasysh që flaka punon në ambientin e shtëpisë. Handmade është diçka që gjithkohë bo të vlerësohet edhe, edhe njerëz normal e pëlqejnë, s'është ndryshe. E ma në mend flaka punimin e parë që ka bo. Shitjen e parë, po, e mbaj mend, bile ka qenë Prishtinë, ka qenë një qafore, edhe puna që s'kam ditë si funksionon me posta e këto, e kam dërgu vetë, edhe shkova ashtu i mora paret edhe u knoqa shumë. Sot asoj dite kam kliente, edhe më ka bo mu një tepër mirë, ashtu fitimet e para, edhe pse me qatë rrugë më shku kom blej diçka tjetër, po ka qenë shumë diçka e mirë. E fundit, cila u konë edhe qaj të punu aktualisht. Po afron festat e fund vitit, po besoj që e ke mendu në një farë ngjyre ma unike. Kemi fillu me u përgadit për festat e fund vitit, se është pjesa ku të gjithë bojnë dhurata. Jemi mundu me kështu motivet fundit vitit, fjollabore, dhurata, po palonanash janë edhe broshat, do me thonë ky ylli këtu është shumë i bukur, edhe është tamam për vitin e ri, janë këta kaprollat këto që janë shumë bukur, po porosia e rodhës, po presim me na ardhë, se kemi porosi diçka për mu kompletu. Por pse pikërisht këtë emër e zgjodhi ajo që të identifikohet me të? Dandelioni është një lule që secili prej neve s'ka kush që s'e ka pa, është një lule e verdhë kur t'lind, po një periudhë shumë shkurt ajo ndryshon formë. Edhe bëhet qa që bukur në formë pa bukur që fluturon shkon gjithandej. Edhe unë jam mundu që edhe me aksesorët e mi, njerëz me ndryshu, edhe me evolu, edhe me provu sa edhe të mira, do me thonë, jo përveç me i blet gatshme, po me provu edhe diçka që është kriju taman inkas për ty, ashtu. Ajo e përmend një detaj shumë interesant rreth biznesit të saj, por ne e pyetëm edhe për bashkëshortin, duke ngacmuar aty këtu me kunja. Prej fillimit, muj me cek qëto, është kështu me krenari e them, që i kom pas veç 2 anulimet porosisë. Një ka qenë për madhësi, se nuk do më thonë madhësia ka qenë ndryshe, jo ajo që ka kërku, edhe tjetra ka qenë që nuk ka qenë aktualisht mbranda vendit. Tjerat kanë qenë të sukseshme. Fillimet e mia kanë qenë ndryshe, jo mundu me bo një stil temin. Po e kom po që, do më thonë, shihet ndryshojnë, dallojnë, njerëz po ma besojnë mu, edhe kom fillu me eksperimentu, pak ma shumë gur, pak ma shumë, se unë jam pak ma kështu retro, ashtu pak ma ndryshë, me do gur, me do ngjyra, eksperimentoj. Është njëni prej përkrasëve të mi maj madhe, që përveç moralisht, fizikisht, kur kom nevoj na i porosi, nëse me blej diçka edhe financiarisht, se ndodhë që është edhe e kushtueshme,
shpesh du të me blesen e shet sen, thot ku, po mbështetin e këm, se nuk i qka ecë në për shpiteme, gjithkon me një cepion do ruza, do pej, do diqka, kështë që nuk kanë kohë njerë për njerë, fëmija nuk i prekin, s'di në shten mësu, jënë rritë me to. Një biznes i ri për krahët, por jo dhe aq. Sa ka gjetur mbështetja jo tek personazhet publike, apo si ka shkuar bashkëpunimi me to? Po, kam bashkëpunu me disa, kam postu, kam pranu, jo çdo herë që kam insistu me mri ato personat të famshëm shumë, se nuk është stili i punës tem, nuk është në qasi forme. Nëse i pëlqen mundet, po, edhe me plot dëshirë e dhuroj, po jo në atë aspektin që shumë e bo presion, se e di që jam pak të paret shumë, kështu që nuk kom tentu shumë. Për flakën në planët të ardhmës është hapja biznesit fizikisht. Një prej planeve të mia është me hapë diçka temën, jo që se kam mendu, jo që nuk e kam planifiku, po thjesht edhe angazhimet që janë, kur janë fëmijët më të vegjël, është pak mundësia më e vogël. Do më thonë vështirësitë janë në çdo kudo që del shki vështirësi, se spari bizneset e vogla sa kam informat nuk është që ka ndaj ndihmës. Realisht gratë kam dëgju që mbështeten në disa organizata ose diçka e tillë, po nuk jam interesu edhe shumë, shkaku që une nuk jam intenzivisht. E bëj vetëm kohën që mu bën mirë, dhe më thonë mirëna me ta, se shumë thjesht mina mirë edhe pse mos me pas diçka temën që e du. Për fund ajo ka një porosi për gjeneratat e reja që kanë talente të ndryshme, ama jo dhe kur ajo e guxim për të ndërmarrë hapat që të futen seriozisht në biznes. Ju kisha thonë të gjithë atyne djemë vajza s'ka rëndësi ajo, që ka një dëshirë me arrit diçka, mos mu nol asnjëherë. S'bën mu dorëzu, definitivisht, du të me ndjek ëndrat e veta, du të me punu shumë për me shku qatë, se nuk është letë, du të me punu rreth asaj shumë për me arrit, po jo me u dorëzu, se gjithë shka arrit, veç shëndetin me pas tjerat vinë. Tu punu, bëhe gjithë shka. Biseda këndshme vazhdoi edhe për pak minuta, derisa ajo na dhuroi edhe neve pako me punimet unike të saj. Deri në një takim të dytë me flakën, ne urojmë asaj shumë suksesa.